prej krejt vitit ditën më të mirë të vitit, që është dita e Arafatit, që është një ditë para Kurban Bayramit. Kjo është dita më e mirë e vitit. Ai i cili agjeron ditën e Arafatit, shpresoj tek Zoti se do t'i shlyhen mëkatet, gjunat e vitit që po e lëm pas, por do të ruan Zotin nga mëkatet edhe në vitin që do të vijë. Nëse dikush don me bëni punë madhore gjatë gjithë vitit, dita më e mirë, dita domethënë më e dashur, më e përshtatshme është dita e Arafatit. Imam, për fund, a është e rëndësishme me agjëru natën e Bajramit? Ju sigurisht po doni me thonë, a është e rëndësishme me agjëru ditën e Arafatit, që i bjen një ditë para ditës së Kurban Bayramit. Po është shumë e rëndësishme, sepse edhe tash ne kur po e bëjmë këtë intervistë, jemi në ditët më të mira të vitit. Sepse Allahu i Madhruar e ka ditë që njeriu nuk mundet me qenë i përkushtuar në adhurim gjatë gjithë vitit njëjtë. Nuk mundet gjatë gjithë vitit njëjtat adhurime me bëj çdo ditë. Edhe e ka ditë se edhe çdo natë nuk kemi të përkushtuar njëjtë, atëherë ka përzgjedh sezona. Ka përzgjedh 10 ditët më të mira të vitit, që janë 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe. Tash jemi në ditët e muajit Dhulhijhe dhe ato përfundojnë me ditën e 10 që është dita e Kurban Bayramit. Dhe ka përzgjedh prej krejt vitit ditën më të mirë të vitit, që është dita e Arafatit, që është një ditë para Kurban Bayramit. Kjo është dita më e mirë e vitit. Çfarë preferohet? Normal çdo herë preferohet namazi para së gjithash, mirë po pastaj për punëve të preferuara, të pëlqyera, për të cilat shpërblehet besimtari musliman, është agjerimi i ditës së Arafatit, për të cilën i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili agjeron ditën e Arafatit, shpresoj tek Zoti se do t'i shlyhen mëkatet, gjunat e vitit që po e lëm pas, por do të ruan Zotin nga mëkatet edhe në vitin që do të vijë. Kështu që do të thonë një ditë agjerim, 2 vite falje mëkatesh. Pra do të thotë që në këtë ditë besimtarët muslimanë shpërblehen më së shumti. Po më së shumti, dhe nëse dikush don me bëni punë madhore gjatë gjithë vitit, dita më e mirë, dita domethënë më e dashur, më e përshtatshme është dita e Arafatit, po edhe në ditët në të cilat jemi tash, këto janë ditët më të përzgjedhura dhe Zoti nuk i don punët e mira më shumë gjatë gjithë vitit se sa që i don në këto 10 ditë e para. Këto janë sikur ato 10 netët e fundit të Ramazanit, që netët më të mira, e në mesin e tyre është nata e Kadrit, kështu janë këto 10 ditë, e në mesin e tyre është edhe dita e Arafatit.